Policia ka shkatruar një rrjet të fajdegjinjve që merrej edhe me pastrim parash. Këto janë makinat të cilët u gjetën gjatë bastisjes. Janë arrestuar 11 persona në ndyshimin se kanë kryer vepra penale të fajdes dhe pastrimit të parave dhe të ardhurave të tjera nga krimi, ndërsa një person është në kërkim. Janë të moshave nga 25 deri në 73 vjeç. Od ošteteните барале да им бидат вратени позајмените парични средства со пресметана камата или месечно да го исплаќаат износот по основ на камата, а кога тие не биле во можност да ја вратат позајмицата, осомничените барале да го предадат или оптоварат имотот со кој располагале, пренесувајќи го на име на некој од осомничените. Наплатата на паричните средства се вршела директно преку некој од осомничените или преку трансакционите сметки во банка од сметка на оштетен на сметка на некој од осомничените лица. Huaja që ua jepni njerëzve në vështirësi financiare ishte me interesa të larta 5 ose 15% në muaj. Mjetet monetare që të dëmtuarit i ktheni në shumë të pabarabart futeshin në llogaritë bankare ose në sefet e të dyshuarve, pas së cilës përfitimi i pabarabart pasuror futej në mënyra të ndryshme në qarkullimin financiar ligjor. Pra ekziston dyshim i bazuar se gjatë të njëjtës periudhë 12 të dyshuar dhe një person juridik i dyshuar si grupi organizuar kriminal për pastrim parash janë pasuruar në mënyrë të kundërligjshme me mjete monetare në vlerë prej 125.033.527 denarësh të fituara përmes veprës penale fajde. Nga policia kumtuan se një pjesë e parave të përfituara që të dyshuarit i kanë marrë në disa raste nga persona fizik në llogarit ose dorazi, me qëllim që të duket sikur janë mjete të ligjshme, janë përdorur për të kryer transaksione ndaj llogarive të personave juridik dhe fizik. Një pjesë janë marrë për nevojat personale të dyshuarve, janë përdorur për të blerë pasuri të paluajshme dhe të luajshme, si dhe për të jetuar në luks, ndërsa një pjesë e madhe janë tërhequr në para të gatshme.